Histori e Skënderbeut, Naim Frashëri, Kënga e 10. Në Adrianopoj, Murati, me të birë e me të tjerë, breng të brendësh me pati, dhe trazim në rjerë qerë. Pastaj u hodh mbi të tjerë, andej këtej i përlau, pa pohum në ta të mirë, si lupushka që i hakau. Njeri nuk i qëndronte, aq ishi fort Murati, të gjithë i dobëtonte, i ndihte djalli dhe fati. Vetëm një që nuk mundte, Skënderbet trim shqiptarë, pa qante dhe kokën tunte, në zëmër e kish në karë. Pa prishur Shqipërin, që ish në kufit e një fqinjë, nuk e shtonte do Turqin, e kish në sytë si dëllinjë. Pa e mlodhi parësin, bën në fjale gjatë e gjërë, si ta prish një Shqipërin, edhe më të mos ta lërë. Ska të mbarë, tha Turqia, sa është gjallë Skënderbeu, do prishur Shqipëria. Gjithëve kjo u pëlqeu. 200.000 luftëtar, 100.000 ish kaloria, gjithë të egër e barbar, u mblodh e u bë gatia. Mbi gjithë ata ushtëtar që ishin mizëri e mblet, mi të parët të mi parë, ish sultani Murati vetë. Pa dhe djalli këtë herë për të shuar njerëzin, top e ngjylle kishte nxjerrë të vris njeriu njerin. Me arme me ushtëtar, me kamilla e me kuaj, me shumë burra të parë, me të tite me të huaj, me të madhe kërcëllim, u nis i tërë rëmeti, me zë e me oshëtim, dolli me nxit nga qyteti. Pas Skënderbeu i mblodhi erdh e tërë Shqipëria, parësia me vrap rodhi dhe pas gjithë vegjilia. Fortesën e Stefigradit, që prapa dibrave të ishte, ja la si për Perllatit, që ish shumëtri me shok s'kishte. Skënderbeu doli vet e solli rreth Shqipërin, me kaloros 12 e fortësoi njerëzin. Prap u kthye në ushtëres dhe përhapi trimërin, dha gaz dhe besë shpres, gëzoi gjithë njerëzin. Fjale ati edhe gurë mund ta ngjallte me të parët, dhe ta bënte trime burë, jo trima të shqiptarët. Fortesat i fortësojti, pa përndau parësin, në përvënde i dërgojti e pas mbajti mojësin. Ishin të zot të parët, bura gjithë e shumë trima, e të tërë shqiptarët ishin po si vetëtima. Parësia e Shqipëris ishte bërë zjarë e flak, si trëmbeshin në Turqis, ndonë se ishin më të pak. Një luftonte me 1.000, edhe nuk trëmbe kur, armikët të zdojti di, ishte kordëtare burë. Më trim mi gjithë të parët ishte Uran Bukuroshi dhe Tanushi Kordolara, Hamzaj Muzakë Djaloshi, Dukagjini, Mojsiu, Maneshi Shpatullgjër, Golemi Mjekërziu edhe të tjerë. Pa të tërë shqiptarët ishin shumë trim atëherë, si ndanje dot nga të parët, e në një pas nuk e lerë. Gjithët shjenë në mbretëritë, njerëz kishin dërguar, Skënderbeu me të tit i pritë në duke gëzuar. Të dërguarit u thanë, ç'ndim u duhet të na thoni, se gjithë mbretëret tanë do t'u apën në ç'të doni. Skënderbeu na gëzuat, miq të mirë të vërtet, tha, dhe shumë na nderuat, nder u dhën të Zoti vet. Kur të kërkojmë të vini, tani gjithë ushtërin, gati e në armë takini, dhe atëherë le të vinë. Me urtësi Skënderbeu u tha vetëm këto fjalë, të dërguarit i ktheu e dërgoi me ta të falë. Gjithë ushtëria e Muratit e shumë si mizëria, ju lëshua Stefigradit, u çkull e tërë Turqia. E rrethuan Stefigradna, sultani njeri dërgojti, ta binte burë Perllatna, Perllati ndënj e dëgjojti, pa i tha,
Thuaj Muratit sa të jetë gjallë Perlati fortesën e Stefigradit se merdot kur Murati. Me të mësuar këtë fjalë u ashpërsua Murati. Po si deti kur hedh val, tha dal pa më she Perlati. Krisi topi si gjëmimi, si rufeja ngjyle shkret, e ri fortesën, po trimi sutram i zhburi vërtet. Armikët u zemëruan dhe gjithë fuqin e mblodh, fortesë ju lëshuan dhe rëmbim të madh u holl. Me një herë shqiptarët u adhan me shigjet, stav u bënë të vrarët, ran por dhe por si flet. Të tjerët u përhapnë, u trëmpnë e u frikësuan, e gjithkush zuri trapnë nga fortesa u mërguan. Pas asaj, gjithë të parë thirë dhe Murati vetë, ju lëshuan luftëtarët prap fortesës i ret. Po të brendshmët i prushnë dhe finjën e vajnë e zjerë, u hollë dhe sheshnë e mbushnë me të vdekur e të nderë. Prape muarë me vrapnë, shokku shoknë më se hapnë, iknë gjithë e u përhapnë si cili nxitoj me njanë. Sultan Murati tha, unë që njerëzit gjithi munda të pësojnë sot këtë punë e të më thyet hunda, kaq unë kombe të tjerë i prisha dhe i kam vrarë e të mos mund këtë herë të nxjerr tej me shqiptar? Pa tha, atë që të kthehet, këtu vdekja do ta pres, si mjerë kush të gënjehet, hidhuni për mbi fortesë. Pas kësaj, gjithu përmblodh duke shkelur mbi të vrarë dhe fortesë ju hodh e në përmuret u varë, zvunu resh usht e shigjet, si galat u vërbitën, dhe u vranë shumë vetë. Po të tjerët unë gjitëna, më zbënte punë shigjeta, po kur zhvesh në shqipëtarët shpatat e mprehta të shkreta, i mori djalli barbarët. O burra, thiri Perlati, sot ta marrë vesh Turqia dhe vetë Sultan Murati, çtrima djem ka Shqipëria. Biruni me vra po shok, tha dhe gjithë poshtinin, turqit pa dore pa kokë nga muri i fortesës binin. Kur një madhe kërcëllime tundit të tërë dhe ndriti një vetëtim, turqit të mahnitur mben. Një zë i madh po dëgjoj, një rëmet unje nga bregu, tymi sa vinte po shtohej, po, than Skënderbegu. Vërtet po vi me vrap mbreti, Mojsiu dhe Muzaka, në mes të ati rëmeti u hodhë mbi ta si flaka. Kish 10.000 të zgjedhur, të tërë ishin kaluar, gjithë cela ishte mbledhur, vdekje në sillnin nërduar. Kalorinë e dërgojti sultani mbi Skënderben, mbreti gjithë i copëtojti pa u dha dërmën e dhen. Armikët i nga Odata gjithë ushtërin e lëshojti, Murati po erdhi nata e vdekjena e ndalojti. Nga kjo punë u helmua fort shumë Sultan Murati, në anë tjetër u gëzua me shokët e tij Perlati. Mbreti me shokët të iku, zuri një vend të mërguar, po se mori vesh armiku, pandën gjithë natën zgjuar. Jashtë po rinte Murati edhe tërë ushtëria, me shokët brenda Perlati, ata dhe Perëndia. Gjithë një fjalë u dërgonte, e rinte ti mashtronjë, punë e remeja smaronte, pa më zdi si të punojnë. Kërkonte ti haj më bes, po fjalë i dërgoj Perlati, mos bjerë ma të shpres se sepe të Stefigradi. Pshihej dielli, dil hëna, shkonte nata, vinte dita, s'mbaron dot puna as e thëna, as gënjeshtra as mita. Armikët ishin radhosur, në përshesh kishin rënë, të sëmure të plagosur, vendin e kishin zënë, dhe nga vape zjarë i shumë, ishin prere do bëtua, ca kishin rënë në gjunjë, të tjerët rinin shtruar. Hëna herë në repshij, herë delte e tregoj, epte drite përsërihej dhe prapë me rembuloj. A herë maj një bregu me tanushnë e me të tjerë, kishte dalë Skënderbegu dhe i pa gjithë të nderë. O hëna kraharor gjentë, kraharor ergjentë, ti u bëre tradhëtore, Zoti përfaj mos ta zëntë,
të gjorët më qafimore. I pa ashtu Skënderbeu dhe u falë më Perëndin, pa shokëve të Urofeu, tha: e shihni ushtrin, e shihni Sultan Muratnë, që ish i patundur si shkëmbi, veç këtu se gjën do të fatnë, pa gjithë botën e trëmbi. A y që nuk u mund kur, që ka prishur mbretërit, si ndenj kundrejt ndonjë burr, ndaj nesh ka rënë në shkit. Gjithë botën e ka marë, se ka trembur rëmeti, s'mund do të vetë shqiptar. E shihni, këmbë guc mbeti, pa tu derdhemi një herë atje tek janë të shtrirur, të dremitur e të prerë, të dobët e të drobitur. Me të thënë kështu mbreti, gjithë burrat u gëzuan, u lëshuan së qeti, armikut ju afruan. Pa nisi në Mojsin me shumë trimat të tjerë, e qyrë mirë ushtrin dhe u kthyen me njëherë. Gjithë u derdhë me të qetë në mes të ushtrisë vanë, burrat trimat të vërtet, armikët fare si panë. Mojsiu si turk i veshur u thosh më gjuhët të tyre, përse s'flini duke qeshur me një farë turku mënyre. Ujku i urë të shumë, kur fute ndaj bagëtis, dhe barin e gjenë gjumë, si ambyll derën e shtëpis. Ashtu dhe shqiptarët me vërtik u shumë u lëshuan, pa i shuan në barbarat i therë e i rëzuan. Që ka bërë Skënderbeu armikëve të atë natë, i griu, i shoj, i prejë, i shrufea jo si shpatë, a që ndrinte shumë shpata sa shkelte mbi ytë e shkonte, me vrap nga frike saj nata ditë së vëndi lëshonte. Gjaku më gjutë kish arritur, unë bush vëndi me të vrarë, armikët të mahnitur, po iknin duke qarë. Sa të zgjuhet nga gjumi e të marrë armët armiku, gjaku ish bërë si lumi, mbreti me shokët të iku. Bisha duke për lëfytur, deshtë i lë mbi dhetë rahë, edhe ikën në gjak mbytur, nxiton si shqipja me krahë. Më të nesëret Murati ngrit me shumë idhërime, ma në teatr Perllati se la të bënte fitime. 3 herët muarë vrapnë, të 3 herët i përndanë, gjithë ushtërin e përhapnë dhe shumë syresh i vranë. Shqiptarët ditë e natë me të gjithë anët u binin, atyre u hishnin shpatë fortesës ngrënje i shpinin. Një mëngjes gjithë e rrethojnë armikët të Stefigratnë dhe i bie në spushojnë, po se trëmbin do të Perllatnë. Firuz Pashën në Murati me 1018 e dërgoj me vrap lugati të zi vënd të ri i qetë. Skënderbeun të ndalonjët, të mbanjë e të mos e lërë, dhe ky vetë të lëftonjë e fortesës të bjerë. Murati këto po shtinte dhe Stefigratën e shtrëngonte, e Skënderbeu po vinte se të gjitha i mësonte. Kishte 12, burra trima shqiptar, dhe sa të gjithë ishte vetë, që ishte mbi të tër i parë. Firuz Pasha me një gropë e kish ndaru ushtërinë, e kishte bërë 3 copë, edhe po pritte të vinjë. Më një anë vate Muzaka, Mojsiu më tjetër anë, mbreti vetë u fut si flaka armikët të gjithë Iran, po ai si vetë tima hyri me kordën në dorë, i ndau burrat të trima u dha gjithëve tërthorë. Si i hapi e i prishi, qëndroj e u çlodh me njanë, të parët të gjithë i grishi për luftën fjallë thanë. Firuz Pasha, shqiptar, thiri, ku e kini mbren? Jo më nxjerr ki cakusar, që gjithë valë Skënderben, a ju buri trim që kini, i ku valë e mori mal? Pa ma bini, në është trim këtu të dalë. Kështu tha Firuz Pasha me buj duke lëvduar, dhe duke vrarë të trasha i ziu e kishtë shkruar. Mbreti trim me të dëgjuar këtë fjalë u ashpërua dhe hyri me nxit kaluar, po si fajkoj ju lëshua i tha: do ta mësosh mirë ku është ai që kërkove, s'më vjen keq se me dëshirë vdekje në vetë ftove. Duke thënë kështu e ndoqi ju holl me vrap edhe zuri,
një korë të mirë i hoqi kokën në përdheja shturi. Koka ra dhe ligjëronte, nuk i kishte sosur fjalët, trupi i tij dhe po qëndronte si kundër ishte mbi kalët. Armikët të si e pan që u vra e ra i pari, gjithë të shkishin në ilan dhe ikinë në si i mari. 4.000 luftëtarë kishin rënë posi duaj. Mben ata më vend të vrarë dhe gjë e plaçka e kuaj. Murati ish derdhur vetë që ta mirte Stefigratna, po Lamia 7-8 dhe se mundi do të perlathna. 7-8.000 u vran e shi që u prish ushtërin, më se nxi dhe u sultan pa e mblodhi parasin edhe tha: Fortesën ta lëm, se puna nuk pronditi, si druri që s'lëshon pemë, edhe ushtërinë ngriti. Ti derdhemi Shqipërisë e tej për tej tha ta djegim, të merë të madh një rezisti apëm e ti ndjekim, pa duke bërë në muj për para gjithë t'i vëm, të hyjmë brenda në kruj e gjësendi të mos lëm. Blodhi shokët Skënderbegu, që hanin hekur me dhëm, armikët udhën ja preu, nuk i la të bënin këm. I pa që ik në perllati e ju derdhë Shqipërisë, ushtria dhe Murati pa po ju duk ditë e zis. Tha: O shokë, ne më të shpresim, po shuhet të Shqipëria, jakën një gjithë vdesim si ta apë Perëndia. Kshu tha buri trim perllati dhe vuri armët e lara, mori udhën nga mati që t'u dil turqet para. Fluturuan si flakë edhe në fortesët lanë, nga shokët të catë paktë që ishin gjithë dibran. Shërbëtori që bi ujë tha: Po ç'na qën ka thënë, ç'është i tha në kjo rëmuj? Tha: Qeni në pust ka rënë. Dibranët nuk e pinin ujët e kërmës së shkret. Teatri pust s'kish qyshtërinin, pa ujë s'rohet në jetë. Një tradhtor kanë thënë për të mirët të Turqisë e pa të shtënë në pust qenë që i bëri dëm Shqipërisë. Gjithë ata bura dibran muarë armët e shkuan, fortesën vetëm e lanë, po që shumaruan. Ata posa kishin dalë e me shumë vra po vinin, muarë të gjithë malë kërkonin ujë të pinin. Armikët ishin thyer dhe ata që mben të gjallë, përsëri ishin kthyer u poq në ballë për ballë. Këta me vrap u adhan edhe përpara i vun, 20-30 i vran dhe fortesën prape zun. Armikët e rrethuan si mizeria fortesën, po dibranët e luftuan u bën gati të vdesën. Sultani nuk mënojti, se i pa se s'kishin shpresë, me njëri fjalë dërgojti të ikin me arme me besë. Eti shkret i kishte prur afro vdekjes së të tërë, ishin gjithë të sëmur, pa të ndryshme që në bërë. Vëndësit e luftëtarët me armë në dorë shkuan, nuk i mbajtën do të parët punë të keqe punuan. Armikët më smënuan, pa fortesës e ju derdhë, e gjithë shumë gëzuan se pa luftë brenda erdhë. Kështu e mori Murati fortesën e Shqipërisë, ra pa luftë Stefigradi, që ishtë në kufi të Turqisë. O fortesës Stetigradit, rufeja të kishërëm, sare në lak të Muratit nuk je më për të qenë. Ishe zonjë madhe, tani kopile të bënë, dole pejsër e pejradhe, sje pas këtaj për të qenë. Perllati ishte përzierë në luftra ishte ndodhur, me gjithë shokët e tjerë, pa i shkëputur e lodhur. Kur e dëgjoj këtë fjalë, u mahnit mbeti si shtyll, në zëmërt i erdh një valë dhe u verë dhe u bë dyll. Tha: Po, ç'bëra që ika, të më mirë ushta në balë, të më paske rënë pika, sot të mos isha gjallë. Kështu tha qeli Perllati, në shpirtit kish breng shumë, kraharor gjëri leshra gjati, i derdhi lotët si lumë. Nuk e linte trimëria, pa vu kokën në nërduar e mundon të vetëdia, i zhvrentur e shëmtua. Buri madhi trashi gjatë ndenjë pak e umejtua, hodhi dorën mbi shpatë, mbreti trim ju afrua.
Foshnja, kur I fleti ati, si e lak me lotit dhen, ashtu dhe qelë per lati, qau, kur pas këndërben. Dhe I thot, mos më lërë të më vras vetëdia, dua të vdes me njëherë, se më s'mëndzë Shqipëria. Pa e qafoj Skënderbeu, duke thënë shumë fjalë, zëmrën ja përdoleu që ish plot breng e gjithë valë. Foshnja, gra, pleq, luftëtar, rinë në buzë lëshuar, me fytyrës të vrarë, faj I kishtur përhuar. Mbreti u tha, keq mos kini, pa prape vëm në dorë, juve shëndosh të ini, pa Zotis na le të gjorë, ki jeni zëmrën të gjërë, kur mos u doptoni, puna sido që të bjerë, bura e trima qëndroni. Kështu tha, po shumë u helmua nga ky dëm I madh që patna, po nuk ju zëmërua se e doj shumë për latna. U dha gjë, plaçke arë të ardhuret Skënderbeu, dhe shtëpi e që e farë të gjithë I ngushëlleu. Si u muar Stefi Gradi, u nis për në Adrianopoj, më zdë një fare murati se pa të madhe nevoj. I numëroj luftëtarët, si tufën e bagetis, ishin shuar barbarët, siç as gjysmë e ushtëris. La 8.000 ushtarë dhe topa në gjylet të tjera, në Svetigrad që e kish marë, aja la le të themi hera. Skënderbeu e mësojti dhe doli me 10.000, më çdo an I dërgojti për para pas energjie, herë vend të ngushtë zunë, herë në ball I goditna, herë për para I vunë, e herë në prit I pritna. Kështu I pren e I vran, të shumë të më udhë mbetna, të pakës me të zivan, e zonë krye qytetna. Mbreti erë në kruj e zbriti, edhe hapi ushtërin, pas 2 muaj e porositi të mblidhe të parasin. Mbreti pa punë po srinte, s'lodhej, kur e si rëndohej, edhe në gjumë kur flinte për Shqipërinë mejtohej. Doli e pa Shqipërinë edhe gjyqet e çdo punë, vurin dhe udhë mirësin, njeri slanë të përdhun. Në ditë të ati mbreti, e saroj ajo në jetë, në Shqipëri njeri s'mbeti në të keq e në të metë. Shqipëtarët gjithë I qite që I kishte djem e I donte, për luftë veti stërvite, shumë bukur I mësonte. Nga ju Zot e mësonin luftën me shumë dëshirë, shqipëtarët pa luftonin me armikët aq mirë. Vate vetë këtë herë, Skënderbeu pa hunjallë, edhe mbretërët e tjerë, miqtë e tij gjithë me radhë, derdhi këtë herë topa, pru italian e gjerman, e që duhe nga Evropa dhe francez e venetian. Të gjithë I kish miq si tham, po më mik I Shqipërisë, që e kish dhe mbreti Vëllam, ish mbreti I Italisë. Alfonsin kish mik për kokë, vëlla të dashur për jetë, e ballë në gjithë shok, mbreti trim e I vërtet. Si kundër I porositi, umblua dhe parësia, mbreti me nder shumë I priti, sia jepte njerëzia, parësia e Mamëdheut ishte mbledhur e tërë, për dasmë të Skënderbeut, fjalë e me tim kish bërë. Pa mbretërit të gjithë I vanë me një zë e me një gojë, për një herë gjithë I thanë, neve shohim një nevojë, të lutemi gjithët që jemi në emrit të Shqipërisë, një fjalë që do ta themi u bëfte Perëndis. Kombin duhet ta gëzojmë, edhe gjithë Shqipërinë, andaj duam ta martojmë këtë herë zotënin. Mbreti qeshi dhe tha, mua, s'më dini që s'mbajnë do të zjedh, tani kërkoni një grua në robëri të më hedh. Pleqësie parësis dhe më afër I vanë. Kjo dëshirë e Shqipërisë do të mbarohet I thanë. Pas këtaj më s'të dëgjojmë se kjo punë është jona, më dhenë se shkretojmë, për tjatrë gjë urdhërona. U ap fjalë që të vlohen, si të marëm Stefi Gradnë. Do të dëgjojnë të martohen, po pa të mundim muratnë.
Skënderbeu këtë fjalë tha, ata gjithu gëzuan. I thanë, të qofshim falë, e fjalë të tjera shtuan. Ushtërinë prape mblodh të gjithë trimat të dhanë, e Svetigratit ju hodhë me të gjithë anët Iran. Fjalë e njeri dërgoi mbreti, që të epen dhe me besë, po këtë se desh Ahmeti, që ish i parë në fortesë. Tha, sa gjak derdhi Turqia edhe prapë nuk i mundi, të derdhni edhe Shqipëria pa të shohi më së fundi. Më topt dhe më fortesë shqiptarës ishin mësuar. Në të huajt kishin shpresë se ata ishin të vuar. Po e dinte Skënderbeu dhe e njoh në gjithë të parët që spitonte më mëdheu pas tërvitur shqiptarët. Gjithë të huajt Turqia me njëherë i frikësonte, fill e vetëm Shqipëria dhe shqiptari luftonte. Mbreti e rrethoi fortesën, që t'i li në uri të mbesin, dhe dërgoi Tanushën e shtresën me shok udhën e t'i të presin. T'i ri në kundrejt Turqisë, asnjë armik të mos lënë, t'i qase të Shqipërisë t'u apin dërmën e dhenë. Përsëri Sultan Murati me 200.000 ushtar erdhi drejt po si Zapati si dhe herën e parë. Andaj e tër ushtria erdhi në kruj dhe mbreti e u zun nga gatia sa kohë shumë sumbeti. Historia Skënderbeu. Historia Skënderbeut. Kënga e 10. Naim Frashëri.